8. Pra një frymë e bashkimit, unifikuese dhe një përgjigje karshi elektoratit, karshi përgjithësisë institucionale që mundet me pas LDK-ja, qoftë në opozit, qoftë në hise në kuvend. Pra, për momentin i çdosh me pas një koncentrim në atë aspekt. Momentin që kryhen këtu aspektet, debati nuk them që është i panevojshëm, debati çdoherë është i frytshëm, po debati duhet jetë i frytshëm, konsideroj në momente më të mira, më të favorshme edhe për partinë. Ne nuk e dim nëse partia e parë ka me pas vullnetin mi kriju institucionet edhe me shtri dorën e bashkëpunimit, ose do të kemi zgjedhje prapë në shtator. Nuk e dim. Po flitet që janë dy rryma brenda LDK-s, një që është për bashkëpunim me vendosjen, tjetra që është kundër. Me thënë drejtën nuk i di aty, çka di dhe çka kum pa dhe çka ka qenë synim i joni dhe gjithë e kemi pasqyruar që pas zgjedhjeve ne si LDK duhet të ulmi dhe vija të kush janë vetëm për listën sërbska. Dhe i bjen që ti nuk je kundër bashkëpunimit me vendosjen. Mas një parti shqiptare që ka marrë votën me nderin dhe me qëllimin e mirë të shtetit Kosovës, nuk jam kundër.